Kosova nuk do t'jetë pjesë e agjendës së Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës në kuadër të sesionit vjetor që fillon të martën. Në pyetjet e kohës lidhur me aplikacionin e Kosovës, i cili ka mbetur pezo nga viti i kaluar, nga Këshilli i Evropës e kanë proceduar vetëm agjendën, ku fokusi këtë vit është tek Ukraina dhe Pakti i Ri Demokratik i Evropës. Pikat e rendit të ditës do të përfshijnë rolin e organizatës në kontekstin e ri gjeopolitik, si mbrojtëse e sigurisë demokratike, veçanërisht veprimet e saj në mbështetje të Ukrainës dhe Paktit të Ri Demokratik për Evropën, si dhe punën e Këshillit të Evropës në fushën e mjedisit, pas deklaratës së Reykjavikut, e miratuar në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive të vitit 2023. Ministrat do të diskutojnë gjithashtu për bashkëpunimin midis Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Temat të tjera që do të trajtohen janë puna e Këshillit të Evropës në fusha të tilla si sistemi konventës evropiane për të drejtat e njerëzit, të drejtat sociale, të drejtat e fëmijëve dhe arsimi, siguria e gazetarëve, dezinformimi dhe sundimi i ligjit. Takimi vjetor mbahet në kohën kur Kosova ende si ka konstituar institucionet pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Antarësimi i Kosovës në Këshill ka qenë temë diskutimi në takimin që kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pasur të hënën me ambasadorë të vendeve të Kujndit. Ai theksoi se avancimi i mëtejmi venditor në procesin e pranimit do të tregonte se reforma demokratike dhe linjëzimi me normat dhe vlerat evropiane njihen dhe vlerësohen madje edhe në kontekste të vështira politike, në të cilat kërkohen vendime parimore dhe strategjike që përforcojnë unitetin dhe qëndrueshmërinë evropiane. Çështja e antarësimit u përmend edhe nga ministrja në detyrë e punëve të jashtme Danika Garvalla pas dështimit të njëjtës prej seancave të fundit. Nuk dua të them që po t'ishte konstituar kuvendi, patjetër Kosova do t'ishte antarësuar tani në maj, mirë po ja bëjmë shumë të lehtë gjithkujt që nuk do të na mbështesë në antarësimin tonë në Këshillin e Evropës, ja bëjmë shumë të lehtë të mos e trajtoj këtë temë në këtë fazë. Por në MPED nuk kanë treguar se cili ka qenë angazhimi dhe lobimi që Kosova të përfshihet këtë vit në agjendë. Çështja që ndikoi në vendimin për mospërfshirjen e Kosovës majin e 2024-s ishte mosprocedimi drejt statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit 2022, derisa vendimi final i takon Komitetit të Ministrave, organ që përfaqëson qeveritë e vendeve anëtare.